Jemi përsëri bashkë në studio, në transmetim të drejt për drejt. Do të flasim me Gerta Metën, koalicioni i vëzhguesve vendor dhe edhe deklaratën e drejt për media në pak minuta më parë, por Gertën e kemi përsëri këtu. Përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit. Si e ka parë koalicioni i vëzhguesve vendor këtë situatë, të zgjedhje? Si nisi dhe si vijoi deri në momentet që ju keni vëzhguar intensivisht? Puna vijon ende edhe pse ju jeni këtu. Po, patjetër, vëzhguesit tanë janë në terren, qoftë ata afat gjatë, qoftë ata afat shkurtër. Koalicioni ka qenë gjatë ditës sotme në komunikim të plot dhe të drejt për drejt, duke komunikuar me media nëpërmjet dy qendrave operative, një në qytetin e Peshkopis dhe një këtu në Hotel Tirana, dhe kemi informuar në kohë reale, le të themi nëpërmjet përfaqësuesve të medias, se çfarë ka ndodhur me ditën e votimit, cila qenë problematika në orët e para të mëngjesit. Dhe natyrisht kishim dhe gjetjet paraprake për sa i përket procedurës të fillimit të procesit të votimit. Koalicioni po monitoron, do të vazhdoj të monitoroj pjesën e mbylljes qendrave të votimit, të dorëzimit të materialeve pranë Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor në Peshkopi, dhe aty ku është momenti më i nxehtë, le të themi, që do të jetë pjesa e fillimit të numërimit të votave. Përsëri ne do të jemi prezente aty duke monitoruar nga afër këtë proces deri në shpalljen finale të rezultatit përfundimtar, dhe nesër do jemi përsëri me një situash raport mbi gjetjet paraprake ku do ta shpërndajmë këtë lloj informacioni në institucionet përkatëse në media. Si është shpërndarë koalicioni i vëzhguesve vendor në këtë zgjedhje? Po, koalicioni ka një lloj strategjie të vetën, ashtu si kundër ka pasur në gjitha proceset zgjedhore. Këtë radhë ai është në dy nivele, në një vëzhgim afatgjatë, ku është vëzhguar e gjithë transparenca e vendimarrjes së Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhor, ose KZAZ numër 19, ka qenë dhe pranë vendimeve që ka marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me ecurinë e procesit votimit në Bashkinë e Dibrës, dhe natyrisht ka dy komponentë të tjerë që janë vëzhguesit afat shkurtër, të cilët janë stacionar, dhe ne kemi mbuluar, le themi, 100% të qendrës së qytetit në Peshkopi, dhe kemi pasur ekipet lëvizëse të cilët kanë prekur zona thella, siç është Zalldardha, Zallreçi, Kala e Dodës, të cilët kanë pasur më pak qendra votimi, por që nuk kanë qenë dhe shumë pak me problemet e tyre, kanë pasur dhe ato problemet e veta gjatë ditës së votimit, që ne i kemi raportuar. Kam zotruar, le të themi, në këtë mbas hapjes së qendrave të votimit që u evidentua situash problemi komisionerëve, të cilët nuk u paraqitën në oraret e duhura, në fashët orare që ka ligji, me pretendime të pajustifikuara. Ka pasur një lloj konfuzioni te komisionerët, sidomos në Zalldardh, i cili ka qenë në Zallreç, ka qenë situash qendra e votimit që është hapur më me vonesë, rreth orës 8:55. Kështu që ne bëm ato thirrjet dhe konstatimet tona që komisionerët nuk duhet të ndrohen kohë mbas kohe apo të ndrohen në minutën e fundit, por përkundrazi ju kushtohet një vëmendje shumë e madhe. Oferta që vjen nga partitë politike, edhe ata duhet t'japin udhëzimet përfundimtare që ata njerëz që kanë zgjedhur për t'u trajnuar edhe për të respektuar ligjin dhe mirë menaxhuar votën e votuesve të Bashkisë së Dibrës të jenë aty edhe të mbajnë përgjegjësinë e duhur për të realizuar një proces konform standardeve, dhe natyrisht duhen marrë masat emergjente, le të themi, sidomos me qenë se procesi po shkon drejt fundit dhe qendrat e votimit do të mbyllen në orën 7, duhen marrë masa për evidentimin e grupeve dhe identifikimin e grupeve të numërimit, që ata të marrin trajnimin e duhur për mos pas atë zgjidhjen e minutës fundit që ne na karakterizon sidomos në proceset të ndryshme të votimit. Pjesën e trajnimit, se është e debatueshme edhe për çështjen e komisionerëve. Ne pam deklaratën për mediat KQZ-s, trajnimet me oraret përkatëse të komisionerëve, pas ndodhi ajo që ne pam. Domethënë është një problem i madh, le të themi, është një problem që nuk vjen për herë të parë nga proceset zgjedhore, është një problem që komisionerët e kanë pasur tërkohës që ata janë ofruar nga partitë politike për të qenë pjesë e menaxhimit të proceseve zgjedhore në vendin tonë. Problemi është që me gjithë intensitetin e punës që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me atë kalendarin e aktiviteteve, me ekspertët e tij që i kishte dërguar në terren për të realizuar procesin e numërimit,
nuk u respektuan as afatet kohore, as deadline-et që KQZ-ja kishte për të realizuar në seancat kohore trajnimet e përkatëse, përkundrazi nga numri total që janë regjistruar komisionerët nuk është bërë mundur, është bërë trajnimi minimal i këtyre komisionerëve dhe ajo që ishte shumë e rëndësishme ishte që në orët e para të mëngjesit nga informacionet që morëm nga vëzhguesit tanë pranë KZ-s në Peshkopi, edhe 20 komisionerë janë ndruar sot në orët e para të mëngjesit. Më thënë, në gjithë kohën e mundshme që partitë politike kishin njerëzit e tyre të cilët i kanë ofruar për të menaxhuar edhe për të respektuar kodin zgjedhor në qendrat e votimit, përsëri janë ata që nuk e zbatojnë ligjin, që është një nga minuset edhe një nga etiketimet që politika, si tuash, e gjithë ajo pjesë që merret me mirë administrimin e administratës zgjedhore që nuk e bëjnë në kohën e dur dhe komisionerët ngelen të patrajnuar, komisionerët vazhdojnë të ndrohen gjithmonë në minutën e fundit. Shpresojmë, meqense jemi në proces, në vazhdim, urojmë që edhe në gjatë mbylljes së qendrave të votimit mos kemi ndonjë detyrim ose të kemi ndonjë qasje tjetër që komisionerët do të ndrohen, dhe ajo që unë thash është pjesa e nxehtë e diskutimeve që janë grupet e numërimit që realisht duhen të kenë filluar tani të ndërtohen edhe të presin radhën për të trajnuar. Praktikisht kjo pjesa çfarë do të sjellë është pjesa më e rëndësishme, pjesa e numërimit votave. Absolutisht që numërimi votave është një nga detyrimet e kodit zgjedhor. Absolutisht që ka një lehtësi më të madhe sepse është vetëm një bashki, nuk është ajo pesha e madhe e fluksit që komisionet zonale në gjithë vendin duhet të numërojnë votat, kështu që mendoj që infrastruktura është e ndërtuar, njerëzit janë aty, në qoftë se do konsiderohet një proces teknik numerik ku komisionerët, grupet e numërimit do të lejojnë të bëjmë punën e tyre konform ligjit, ashtu si vetë kanë pranuar, absolutisht që numërimi do të mbarojë në kohën e dur. Qoftë se politika do të ndërhyj, ashtu siç ka bërë gjithmonë, duke mos e lehtësuar procesin, por duke e vështirësuar, mendoj që do të jemi në të njëjtat situata ku procesi numërimit do të vazhdoj pafund, pas një lloj justifikimi dhe pas një lloj rezultati. Por mendoj që partitë politike ndoshta meqense pam nga fushata elektorale që ishte një dialog i pafund dhe një garë elektorale midis partive politike se sa midis kandidatëve real në Bashkinë e Dibrës, unë mendoj që e kanë marrë përgjegjësinë e tyre dhe ndoshta kanë arritur ta kuptojnë që janë qytetarët e Dibrës ata që duhet ta zgjedhin kryetarin e Dibrës dhe jo krerët e partive politike, se ne evidentuam dhe konstatuam që është e pajustifikueshme gjitha investim që një grup i madh i zyrtarëve, i funksionarëve të lartë publik, qoftë majtas apo qoftë djathtas, janë atje pas një lloj justifikimi. Kështu që mendoj që ata janë atje, por të paktën të jenë të padukshëm, të paktën të lehtësojnë dhe të ndihmojnë procesin që mos ta bllokojnë procesin, qoftë me telefonata apo qoftë me mesazhe politike. Në fakt, ka pranishtuar të forcave politike, ne e kemi parë, nuk e di nga sa keni vëzhguar nga pjesa nga ana tjetër. Po, patjetër, ka pasur, sidomos nga kampi i së djathtës, janë figura lehtësisht të identifikueshme që janë zyrtar të lartë, janë deputet, janë njerëz që lehtësisht dhe qytetarët e thjeshtë i njohin, kështu që nuk është vështirë për të thënë që ka një fluks të madh të këtyre përfaqësuesve të lartë të Partisë Demokratike. Besoj që natyrisht të gjithë kohën e tyre kanë pas në dispozicion për të menaxhuar situatën dhe për të kujdesur për pjesën e fushatës elektorale. Tashmë dita e votimit është dita e qytetarëve, është dita e votuesve, kështu që gjithë komoditeti duhet të jetë dhe duhet të shkojë qytetarëve për të parë se si ato do t'i afrojnë qendrat e votimit. Ajo që ne kemi konstatuar është që realisht në orët e para të mëngjesit pjesëmarrja qytetare ka qenë e ulët. Ka shifra që kanë dalë qoftë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga media, apo qoftë nga relatimet që ne kemi marrë nga vëzhguesit tanë, që në qytet vazhdon që të ketë një pjesëmarrje të ulët, shkon 30-31%, kurse në zonat rurale është pak e çuditshme, shkon në 40%. Që tregon që pjesa e zonave rurale ka shkuar më shpejt ndoshta pranë qendrave të votimit, ndoshta jo për ta justifikuar, por unë mendoj që qytetarët dhe votuesit i Bran duhet jenë të ndërgjegjshëm, duhet jenë për të treguar gjithmonë atë ndërgjegjën qytetare që realisht votuesve shqiptar nuk u ka munguar dhe besoj që edhe votuesve di Bran nuk do t'ju mungoj
këtë radhë, që ata t'ju drejtojnë qendrave të votimit, sepse në fundit kryetari që ata presin të zgjedhjen do të jetë për ta, dhe gjithë pritshmëritë që ka komuniteti Dibrës për të përmirësuar shërbimet në komunitetin e tyre apo platformat e partive politike që ata dëgjuan gjatë fushatës elektorale të jenë në shërbim të tyre dhe në fundit janë ata që duhet zgjedhin njeriun e tyre për të qeverisur, për të drejtuar edhe për të përmirësuar gjitha kushtet edhe shërbimet që ata presin nga kryetari i radhës. Nuk e di në e pat Gerta foton që ne nxorëm me fletën e votimit e quajtur e pavlefshme, ishte vënë kryqi nga ana antarëve të komisionit, teksa fotografoi vota për Partinë Socialiste, ishte shpallur e pavlefshme apo. Ka qenë qendra e votimit në burim. E ka shpallur komisionit pavlefshme sepse është fotografuar si vot. Absolutisht edhe ne në konstatimet tona kemi thënë që votuesit po fotografojnë votën, absolutisht një fenomen shumë i dëmshëm për sa i përket procesit. Fundit qytetarët e dinë pse votojnë dhe sa rëndësishme është vota e tyre dhe sa kushton ajo për demokracinë në Shqipëri, kështu që janë fenomene që dhe ne kemi bërë apel që dhe institucionet ose përfaqësuesit e policisë apo institucioni prokurorisë duhet të jenë në gatishmëri totale për të realizuar edhe për të mos lejuar raste të tilla flagrante që prishin gjithë ecurinë e procesit votimit edhe standardit të zgjedhjeve. Pra blerja e votës, fotografimi i votës janë element zgjedhor të cilët janë diskutuar shumë, jo vetëm në këto zgjedhje, por realisht në gjithë zgjedhjet që koalicioni vëzhguesve vendor ju e dini ka vëzhguar të gjitha proceset zgjedhore në Shqipëri dhe e kanë konstatuar si një fenomen të dëmshëm dhe as pak progresiv për sa i përket kapjes së standardeve për të realizuar zgjedhje të pranuara, gjithë pranuara, sa më pak kontestuara. Kështu që absolutisht media ka bërë mirë që e ka denoncuar vëzhguesit tanë të cilët kanë pas raste flagrante dhe konkrete që kanë parë raste të tilla të fotografimit votës. Nuk janë shenja pozitive, por janë alarme që tregojnë që fundit akoma nuk ka një përgjegjësi qytetare për të respektuar verdiktin e sovranit dhe janë alarme që politikanët duhet realisht t'i vlerësojnë. Fundit kemi thënë që në qershor duhet kishte mbaruar reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore do të jetë gjithëpërfshirëse, do të ndryshoj ligjin zgjedhor, do të kemi një kod të ri, sepse ju e dini që në qershor 2017 janë zgjedhjet parlamentare dhe votuesit shqiptarë kanë gjithë të drejtën e tyre legjitime që të kenë gjithë informacionin e dur, transparencën e dur se mbi reformë zgjedhore ata do të votojnë dhe cilat do të jenë atributet e institucioneve, administratës zgjedhore për të lehtësuar këtë lloj problematike që mos kemi më fenomene të tilla, blerje vote, fotografim vote, se realisht është e dhimbshme. Ju e thatë që koalicioni vëzhguesve vendor ka bërë në shumë zgjedhje, në shumë procese zgjedhore vëzhgimet. Si shihni këtë vit këto zgjedhje lokale, edhe pse janë lokale në Dibër? Ka lëvizur diçka, ka përmirësim në diçka apo? Shiko, ne kemi bërë dhe një raport që i kemi publikuar dhe kemi vlerësuar realisht se çfarë ka ndodhur dhe ka probleme. Ka probleme sepse vazhdojnë institucionet bëjnë gabime, vazhdojnë institucionet për arsye që nuk respektohen legitimiteti, ligji, zbatimi ligjit, shkelet, ka fate që flitet nga partitë politike për të regjistruar i shkelin ato listat e votuesve, kishin afate për të shpallur, sërish gjithmonë gjendeshte një kompromis për të shtyrë ato. Kështu që shikojmë fushata elektorale, vazhdimisht ne themi janë fushatat kushtueshme, kosto. Neve le të themi drejtën, megjithëse tham që patim një dyndje, një shpërngulje që gjithë Tirana shkoi në Peshkopi. Pikërisht kemi parë që për zgjedhje të pjesshme, për një bashki të vetme, gjithë ky tension dhe gjithë ky përkushtim, që është shumë mirë, le të ketë përkushtim për të bërë gjëra të mira, po as pak gjëra për të kompromentuar procesin. Kështu që prandaj unë theksova që emergjenca parsorë është që në agjendat politike është shumë mirë që kanë kujdes për të parë se kush do të jetë kryetari i radhës për partitë respektive, por agjenda e tyre politike është të bëjnë reformat që kanë nisur dhe mos i lënë përgjys. Ishte një sukses shumë i madh që u realizua reforma në drejtësi. Ne kemi insistuar vazhdimisht që krahas reformës në drejtësi duhej të kishte mbaruar edhe reforma zgjedhore apo reforma elektorale. Kemi qenë pranë komisionit ad hoc që është ngritur për reformën zgjedhore, kemi çuar gjithë problematikën e mundshme të zgjedhjeve në vite, sepse ju e dini që
ishin vetë aktorët e politikës në konferencën që koalicioni zhvilloi në fund të janarit, ku ishin prezent si thua gjithë aktorët potencial të partive politike së bashku me komunitetin ndërkombëtar dhe aty premtuan publikisht që reforma zgjedhore do të ishte në agjendat e tyre dhe ne kemi parë që afati që duhet të mbaronte në qershor është hyrë për në dhjetor. Kështu që ne kemi le të themi shqetësimin qytetar që kjo reformë sa do të jetë e thelluar, meqense u premtua që do të jetë një reformë zgjedhore e thelluar dhe gjithëpërfshirëse, dhe sa kohë kanë mbetur nga dhjetori që është afati i fundit për të mbaruar reforma zgjedhore deri në qershorin e 2017-s, ku praktikisht do të ndodhin zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Edhe një pyetje të fundit, Gerta, pas orës 19, si do të procedohet nga ana juaj, edhe pse në formë përgjithshme e kemi të njohur Po, tashmë? pyetja është me vend dhe bëre mirë që e drejtove, edhe për të sqaruar dhe pozicionin e koalicionit vëzhgues vendor. Unë thash që në orën 19 mbaron zyrtarisht, le të themi, procesi i votimit, do të mbyllen qendrat e votimit, do të bëhen gati qendrat e votimit për të dorëzuar materialet e tyre pranë Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor, që pikërisht vëzhguesit afatgjat koalicionit do të jenë atje dhe do ta ndjekin nga afër këtë lloj procesi, deri në momentin kur grupet e numërimit do të bëhen gati për të filluar procesin e numërimit. Urojmë dhe besojmë që procesi i numërimit do të jetë proces i qetë, brenda ligjit dhe as pak komprometues, kështu që do të jemi aty derisa të shpallet rezultati përfundimtar dhe ditën e nesërme të hënën, mbas si përfundon dhe skadon afati ligjor që duhet të mbarojë normalisht procesi i numërimit të votave, ne do të jemi me një raport paraprak mbi gjetjet, mbi ecurinë e ditës votimit deri në fillimet ose mbarimi, nëse do të kemi shansin për ta quajtur një proces të mbaruar në kohë. Shpresojmë vënë. Gerta, faleminderit dhe sukses në punën tuaj. Faleminderit dhe juve. Ishim me Gerta Metën, do të vjojmë një hapësirë publicitare, më pas do të kthehemi përsëri. Dibra voton sot për të zgjedhur kreun e ri të bashkisë. Në garë për këtë post janë Muharrem Rama i koalicionit Aleanca për Shqipërinë Europiane dhe Sherefedin Shehu, kandidati i Aleancës Popullore për Punë dhe Dinjitet. Sipas KQZ-s janë 57.000 qytetarë që kanë të drejtën e votës, 118 qendra votimi. Por dita e sotme nuk ka kaluar pa incidente. Partia Socialiste ka ngritur shqetësimin e saj se në qendrën e votimit numër 1195 në fshatin Kandër të njësisë administrative Kastriot, ka ndodhur një incident. Sipas Partisë Socialiste, militant Partisë Demokratike kanë dhunuar jashtë qendrës së votimit një vëzhgues të Selis Roz, ndërsa Partia Demokratike thotë se po abuzohet me votën e lirë në Peshkopi dhe se ka kapur në flagrancë 17 raste duke fotografuar votën, ndërkohë që shefi i krimeve të rënda në drejtorinë e policisë Dibër, Admir Tupja, shpërndau lek në këmbim të votave. Ndërkaq në fshatin Lishani Epërm është konstatuar një furgon që shpërndante miell me këmbim të votës. Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka akuzohet si protagonisti një incidenti me armë të shënuar në Maqellar të Dibrës. Kallëzimi u bë në polici nga Dritani Saku, i cili pretendon se Noka dhe shoferi i tij u prezantua si punonjës policie, e dhunuan dhe kërcënuan me armë. Flamur Noka cilsoi ngjarjen trillim, ndërsa Partia Demokratike tha se struktura kriminale të drejtuara nga Bertaga po blejnë votat në Dibër. Përplasje të forta mes dy kampeve politike në Dibër, ku përmbahen zgjedhjet e pjesëshme elektorale për kryetarin e ri të bashkisë, pas shkarkimit të Shukri Xhelilit, i cili u përfshi në një skandal seksual. Akuzat dhe kundërakuzat e ashpra nisën pas denoncimit të një qytetari se deputeti Flamur Noka e kishte goditur dhe kërcënuar me armë. Policia e Dibrës përmes një deklarate për shtyp pranonte se kishte patur një incident rreth orës 2 në afërsi të shkollës së mesme Maqellar. Sipas policisë, Dritani Saku kishte kallëzuar se është goditur nga disa persona dhe konkretisht nga deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka dhe shoferi i tij. Në rrëfimin e tij para oficerëve, qytetari theksonte se deputeti Noka bashkë me shoferin, të cilët udhëtonin me një makinë tip Audi Q7, janë prezantuar si punonjës policie, duke i kërkuar të ndalej që t'i kontrollonin mjetin. Drejtoria e Dibrës deklaroi se patrullat e kanë konstatuar automjetin tip Audi Q7 me ngjyrë gri me targ AA007 JF në hyrje të Dobrovës, por edhe pse i kanë bërë shenjë të ndalohet, ai ka thyer post bllokun dhe është larguar, duke vënë
Dibërn kësisoj në rrezik jetën e punonjësve të policisë. Vetë deputeti Noka në një lidhje telefonike me News 24 mohoi të ishte përfshirë në ndonjë incident dhe gjithçka e cilësoi një trillim. Janë të gjitha shpisje, sepse më nuk s'ka prerë me dorë asnjëri, nuk ka lidhje me asnjë ngjarje, janë gjitha shpisje të segmenteve kriminale të brenda policisë shtetit, të cilat janë marrë gjithkohon gjatë kësaj periudhe me trafikun e votave, me blerjen e votave, me shantazhin dhe me kërcënimin. Deputeti i Partisë Socialiste Artan Gaçi tha se ka qenë dëshmitar i ngjarjes ku u përfshi Noka dhe banda e tij. Që në orën 2:30 të natës në Maqellar, kemi shoqëruar të dëmtuarit në polici, i kemi pastruar plagët, kemi shoqëruar në ambulancë për të qepur, që makinat e Flamun Nokës bashkë me banditët që ishin tarmatosur dhe jo vetëm por dhe me masa, kanë thyer postobllokun e policisë në hiqje e sipër. I menjëhershëm ishte dhe reagimi i Partisë Demokratike, e cila përmes një deklarate për shtyp u shpreh se deputet të Partisë Socialiste në sinkron me strukturat kriminale të Bert Agës përpiqen të dezinformojnë opinionin publik për ngjarjen e ndodhur mbrëm në Maqellar. Sipas Partisë Demokratike, e vërteta është krejt ndryshe dhe asnjë deputet i saj nuk ka qenë i përfshirë në ngjarje. Partia Demokratike denoncoi përpjekjet e socialistëve për të blerë votat në zonën e Maqellarës. Në mesnat, banorët e Maqellarës kanë kapur duke shpërndar lek për blerje votash zyrtarin e drejtorisë së tatimeve Dritani Saku, vartësi i shtetasi Dionis Ymeri, me detyrë drejtori i tatimeve për Dibrën. Dionis Ymeri është kallëzuar penalisht nga Partia Demokratike në prokurori me datë 1 shtator, si antar i grupit të strukturuar kriminal për blerje votash në fushatën e Dibrës. Në vend të ndalimit dhe arrestimit në flagrancë të këtyre personave, segmentet të policisë të drejtuar nga krye kriminali Bert Aga i kanë dhënë mbështetje këtij krimi elektoral, e mbyll reagimin e saj Partia Demokratike. Partia Demokratike denoncon prezencën e ish-deputetit socialist Arben Doka në fushatën zgjedhore në Dibër. Në foton e sjell nga shtabi i Partisë Demokratike në Dibër, Doka shfaqet në shoqërinë e disa personave të tjerë para një qendre votimi në fshatin Klopçisht në zonën e Maqellarës. Partia Demokratike ka shprehur shqetësimin për praninë e tij si një person me precedent të rrezikshëm. Partia Socialiste denoncoi gjatë ditës disa shkelje të kodit zgjedhor në procesin e votimit në Dibër. Partia Socialiste akuzoi kundërshtarët politik për incidentet e shkaktuara në disa qendra votimi, ku sipas tyre janë dhunuar komisione dhe vëzhgues. Gjatë procesit të votimit në zgjedhjet e pjesëshme në Dibër, Partia Socialiste denoncoi kundërshtarët politik për shkelje të kodit zgjedhor në disa qendra votimi. Shtabi elektoral i kandidatit të koalicionit të majt denoncoi komisionerët e Partisë Demokratike se në shkelje të kodit zgjedhor kanë ekspozuar në ambientet e brendshme materiale propagandistike partijake dhe me siglën e kësaj force politike. Të majtët thanë se në qendrën e votimit 1195 në Kandër është dhënuar jashtë qendrës së votimit vëzhguesi i Partisë Socialiste. Për incidentin në Kandër janë akuzuar militantë të Partisë Demokratike. Gjithashtu Partia Socialiste ka denoncuar fenomenin e fotografimit të votës përmes fotove në disa qendra votimi në Dibër. Referuar sërish shtabit elektoral të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Europiane, në qendrën e votimit numër 1212 në Muhur, procesi i votimit është bllokuar për pak kohë, kjo pasi antari i kryesisë së Partisë Demokratike Shkëlzen Qoku, i shoqëruar nga deputetja Jorida Tabaku, kanë hyrë në ambientet e qendrës së votimit. Sipas të majtëve në këtë qendër votimi, Qoku është konfliktuar me vëzhguesit e komisionerët. Partia Demokratike bëri një sër denoncimesh mbi tentativat e shtabit majt elektoral për blerje votash. PD denoncoi edhe raste të fotografimit të votës votuesve socialist. Demokratët nuk kursyen as zyrtarët e policisë kur thanë se Admir Trupja, shefi krimeve në Dibër, po blen vota me parat e drogës. Partia Demokratike ka denoncuar tentativat e të majtëve për të manipuluar zgjedhjet e pjesëshme vendore në Dibër. Shtabi elektoral i kandidatit të djathtë Sherefedin Shehu tha se do të kallëzojnë në prokurori 17 qytetarë të cilët janë kapur duke fotografuar votën. Gjon Mehmeti, votuesi i Partisë Socialiste, zbuloi votën, ju shpallë pavlefshme vota, pasi po e fotografonte.
Incidenti në qendrën e votimit 1136 në Dobrov. Në këtë qendër, po ashtu 7 persona të tjerë kanë fotografuar votën, denoncoi Partia Demokratike. Denoncimi i radhës i Partisë Demokratike u bë kundër Admir Trupjes, shef i krimeve të rënda në drejtorinë e policisë Dibër. Shtabi elektoral i Shehut tha se para disa javësh Trupja, gruaja të cilit është zyrtare e Bashkisë Dibër, dyshohet se mori 28.000 euro në këmbim të një sasie droge me të cilat po përpiqet të blej votat. Demokratët i bëjnë thirrje prokurorisë të arrestojë në flagrant zyrtarin e policisë dhe të konfiskojë paratë e drogës. Në listën e denoncimeve renditet dhe rast i Muhurit. Sipas Partisë Demokratike, gruaja e administratorit të Partisë Socialiste të Komunës Muhur, e cila merret me shpërndarjen e ndihmës ekonomike, po jep para dhe ushtron presion ndaj personave që përfitojnë asistencë me qëllim që të votojnë për kandidatin e majt. Partia Demokratike bëri gjithashtu me dije se banorët e fshatit Lishani e Epërm kanë konstatuar një furgon që shpërndante miell në këmbim të votës. Banorët kanë ndërhyrë menjëherë, duke ndalur këto akte të shoferit dhe kanë sekuestruar sesinë e miellit. Partia Demokratike në Dibër u ka bërë thirrje banorëve të votojnë sipas dhënëses së shtabit Partisë Demokratike në Dibër, Irini Shehu. Krimi, shantazhet dhe paratë e korrupsionit u thyen dhe u sprapsën përballë qendresës tonë qytetare. Të dashur bashkëqytetarë Dibran, sot është një ditë e rëndësishme, sepse me votë ne po vendosim për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë. Prandaj, Partia Demokratike ju bën thirrje çdo kujt që nuk ka votuar akoma të dalë dhe të ushtrojë të drejtën e votës. Pjesëmarrja në zgjedhje po rritet nga ora në orë. Votimi po vazhdon normalisht. Kjo është dita kur ne vendosim. Ju vendosni me votën tuaj. Ndani pak minuta nga koha juaj. Merrni miq dhe familjarët tuaj. I ftoni të vinë të votojnë. Krimi, shantazhet dhe paratë e korrupsionit u thyen dhe u sprapsën përballë qendresës tonë qytetare. Procesi vazhdon normalisht kudo. Bashkohuni në këtë çlirim qytetar. Dilni dhe votoni. Vota juaj është e sigurt dhe e garantuar. Dilni votoni me qytetari dhe mençuri dibrane. Sot është dita jonë, dita e Dibranëve dhe e Dibrës. I shoqëruar nga bashkëshortja e tij Brunilda, kandidati i majt Muharrem Rama ka votuar sot për vete në qendrën e votimit të ngritur në shkollën Selim Alliu në Dibër. Partën e Dibrës, të bëj thirrje popullit Dibran të marrë pjesë masivisht në votime, të votojnë në mënyrë të lirë dhe demokratike për kryerbashkiakun e ardhshëm. Ju faleminderit. Patet emocione, keni votuar disa herë, sot votoni për vete? Normalisht që emocione ka, po janë të... Një fjalë bashkëshortes? Faleminderit. Ditë e mbarë për ju, faleminderit. Kandidati demokrat Sherefedin Shehu nuk ka votuar në zgjedhjet lokale të Dibrës, kjo për shkak të regjistrimit të tij me vonesë. I banori i kësaj njësie KZZ-19 deklaroi se me gjithë vonesën në regjistrim, kandidatit ju krijuan mundësitë për të votuar, por ai neglizhoi. Ndërkohë vetë Shehu nuk shfaqi ndonjë pretendim, por pohoi se për të do të votojnë Dibranët. Edhe pse është kandidat për Bashkinë e Dibrës, Sherefedin Shehu nuk e ka ushtruar të drejtën e votës. Kjo për shkak se ai u regjistrua si banues në Bashkinë e Dibrës pas shpalljes së listave zgjedhore. Antari i KZZ-s 19 Nevruz Eshari, në intervistë live për News 24, shpjegon se edhe pse kandidati nuk ka qenë në listë, mosvotimi i Sherefedin Shehut ka ardhur për shkak të neglizhencës së këtij të fundit, pasi janë plotësuar të gjitha kushtet. Zgjedhjet e pjesme dhe të parakoshme, listat e zgjedhësve nuk janë paraprake dhe përfundimtare. Në këtë situatë, në momentin që janë shpall listat e gjendjes civile nga njësia Bashkia Dibër, zotëria ka qenë banor, është bërë banor i Dibrës pasi ka dalë dekreti presidentit. Kjo do të thotë që në momentin e premtimit të listave të zgjedhësve, emri i tij nuk ka qenë në listën e zgjedhësve. Në këto kushte, kodi zgjedhor parashikon që për rastet që një zgjedhës nuk e gjen veten në listën e zgjedhësve, pasi janë shpalljes përfundimtare, nuk ka më rishikim nga njësia vendore, por pajitet me një vërtetim nga KZZ dhe duhet të drejtohet në gjykatë. Sigurisht që për mos regjistrim është komplet neglizhencë e kandidatit, pra kandidati ka pas gjithë kohën e nevojshme që të interesojë pra KZZ-s të pajitet me një vërtetim dhe të paraqitet pranë gjykatës për të bërë të mund regjistrimin në listën e zgjedhësve. KZZ-ja para 2 ditësh ka pajisur kandidatin me vërtetim për të paraqitur në gjykatë,
po sipas informacioneve vetë kandidati ose përfaqësuesi i tij nuk e ka kryer procedurën e plot, pa që të shkojë pranë gjykatës për të bërë regjistrimin e zgjedhjeve. Përsëri është në kohë, edhe gjatë ditës së sotme gjykata është e gatshme dhe mjafton që ai të paraqitet pranë gjyqtarit të gatshëm në gjykatën e Dibrës dhe gjithçka procedura është tepër normale. As kualifikohet nga gara zoti Sherefedin Shehu për shkak të... Jo, nuk përbën problem, sepse në momentin e kandidimit ai ka paraqitur dokumenti që është banor i njësisë vendore Bashkia Dibër. Gjithsesi, kandidati djathtë në një komunikim telefonik pohoi se nuk ishte pretendim për mosvotimin e tij në këto zgjedhje, duke shprehur bindjen se për të do të votojnë dibranët. Me sa duket nuk do votoni dot për veten tuaj në këto zgjedhje. Po voton Dibra për mu, kështu që ky është problemi më i vogël. Ndërkohë që vetë Sherefedin Shehu është fotografuar së bashku me të bijën, duke ndjekur procesin e votimit dhe kalkuluar rezultatet e pritshme. Deri në orën 16, pjesëmarrja e votuesve për zgjedhjet lokale në Bashkinë e Dibrës është 43%, të dhënat u bën me dije nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e cila u bëri apel votuesve që të hedhin votën e tyre në mënyrë të fshehtë, duke përmbushur kështu një detyrim kushtetues. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve informon se deri në orën 16, pjesëmarrja në Bashkinë Dibër ka qenë 43%. Duke parë edhe përqindjen e pjesëmarrjes në votime, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju bën apel të gjithë qytetarëve të Dibrës të drejtohen kutive të votimit edhe të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese, ato të ushtrimit të votës në mënyrë të fshehtë, të pandikuar edhe të lirë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjithashtu bën me dije se pas mbylljes së qendrave të votimit do të bëhet trajnimi i grupeve të numërimit, të cilët janë emëruar nga KZAZ-ja numër 19. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerëson komunikimin e të gjithë sekretarëve të komisioneve të qendrave të votimit dhe antarësisë të tyre, për komunikimin i cili ka qenë me KQZ në mënyrë permanente, në kohë reale dhe korrekte, dhe jo vetëm për pjesëmarrjen në votime të cilën ne kemi transmetuar her pas here përmes jush, por edhe për të gjithë dinamikën e procesit të votimit deri tani. Koalicioni Vëzhguesve Vendor deklaroi se procesi zgjedhor në Dibër po zhvillohet në një klim pozitive, megjithatë renditi disa nga problematikat e konstatuara. Sipas Vëzhguesve Vendor, në disa qendra nuk ka munguar votimi familjar ose fotografimi i votës. Nga informacionet që kemi marrë deri tani që po komunikojmë së bashku, vjet re që klima është e qetë, por procesi i votimit ka pasur edhe një problematik dhe konkretisht në njësinë administrative Muhur, në qendrën e votimit 12-18, fshati Hurdh, janë identifikuar raste të votimit familjar. Në vazhdim ka pasur disa raste ku nuk kryhej timbrimi i votuesve dhe boja mungonte. Një rast votimi më shumë se një herë, edhe kjo ka qenë një shqetësim që vëzhguesit e koalicionit e kanë konstatuar. Ka pasur raste që ka votuar 2 herë një person dhe kanë, le të themi, ka qenë konkrete pjesa ku ka votuar edhe një person për 6 persona apo 6 veta të familjes. Në Kalan e Dodës, në fshatin Radomir, në qendrën e votimit 1183, ka qenë i dukshëm rastet e votimit familjar. Në qendrën e votimit 1238, fshati Zallrreç, qendra e votimit 1235 në Zall Dardh, në qendrën e votimit 1183, ka pasur raste ku mungon boja për timbrosje, procesi i votimit ka vazhduar edhe në mungesë të bojës dhe komisionerët kanë rënë dakord të vazhdojnë në këto kushte me argumentimin se ka pak votues dhe sa ata njihen më së shumti. Në qendrën e votimit 1095 në Hotesh janë parë ose janë identifikuar nga vëzhguesit e koalicionit postera kandidati në hyrje të qendrës së votimit. Në qendrën e votimit 1200 në Kastriot kemi pasur një ndrim kutie të votimit në orën rreth orës 11:30, qendra e votimit 12:35 në fshatin Zall Dardh, 2 votues i kanë bërë foto votës dhe dolën nga qendra e votimit dhe natyrisht nuk ka pasur asnjë reagim nga komisioni. Në qendrën e votimit 11:28 në fshatin Melan, në vazhdim, në qendrën e votimit 1095, qendra e votimit 1132, përsëri rastet të votimit familjar.
Vazhdojmë përsëri në qendrën e votimit 12 në fshatin Muhur raste konflikte ka pasur në lidhje me ndërprerjen e procesit të votimit simpatizantët e Partisë Demokratike me komisionerët e Partisë Socialiste. Në qendrën e votimit 11:95 në Kastriot, rast konflikti sërish ndërprerje e procesit votimit pa proces verbal, simpatizantët e Partisë Demokratike me ato të Partisë Socialiste jashtë qendrës së votimit, prezencë deputetësh në rrethinat e qendrës së votimit rreth orës 11:30. Në qendrën e votimit 116 në fshatin Fushçidhën, grumbullimi simpatizantëve në afërsi të qendrës së votimit, shenja të fushatave zgjedhore janë konstatuar dhe janë raportuar sërish 3 raste të votimit familjar. Ajo që ka qenë, si thuash, një raportim me njëhershëm në qendrën e votimit 11:04 në Maqellar, është për të konsideruar, dhe ndoshta është për të ndihmuar edhe procesin në vazhdim, është mungesa e një flete regjistri të votuesve që varion nga faqja 341 dhe shkon direkt në faqen 360. Numri, falni. Do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë me Marsela Karapançon, kolege e cila ndodhet tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Marsi, përshëndetje, komunikimin e fundit për media nga KQZ-ja e kemi patur referuar orës 16. Çfarë të reja zhvin? Të përshëndes Nisida, në fillimisht dua ta marr nga kronika e fundit që sapo ka qenë në transmetim tek pretendimet që ka ngritur koalicioni vëzhguesve vendor për disa parregullsi në zgjedhjet të Përbashkinë e Dibrës, duke nisur së pari me çështjen e mungesës së bojës. Unë u interesova pranë KQZ-s tek administrata edhe nëpërmjet zëdhënëses dhe më konfirmuan se një fakt i tillë nuk është i vërtet, duke hedhur poshtë këto pretendime të koalicionit vëzhguesve vendor, pasi sipas tyre boja ka qenë e pranishme në të gjitha qendrat e votimit, në 118 QNV në Bashkinë e Dibrës. Kjo për sa i përket çështjes së bojës, pasi ata kanë dërguar edhe ekspertët e tyre, por edhe punonjësit për të inspektuar çfarë do lloji qendre për të cilën është në votim për momentin deri në orën 19, atëherë kur është njoftuar dhe orari zyrtar i mbylljes së qendrës së votimit. Gjithashtu në KVV-ja në qëndrimin e saj dha edhe një tjetër çështje, siç është prania e disa objekteve që tregojnë shenja të fushatës elektorale, siç ishin posterat. Edhe për një detaj të tillë u interesova pranë KQZ-s dhe më konfirmuan se në qendrat që pretendon KVV-ja nuk janë posterat të partive politike, pasi është bërë inspektimi i tyre edhe gjatë ditës së dieshme, por dhe sot janë kujdesur anëtarët e KQZ-s që të mos ketë asnjë shenjë dalluese apo diferencuese për njërin apo tjetrin kandidat, dhe të me të postera që janë ato të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që sikurse konfirmon vetë administrata e KQZ-s, edhe ato kanë qenë të pakta të shpërndara në 118 qendrat e votimit që po zhvillohen zgjedhjet këtë të diel në Dibër. Kjo për sa i përket disa prej pretendimeve të partisë, të koalicionit të vëzhguesve vendor, pasi kemi marrë edhe një konfirmim nga KQZ-ja. Duke referuar votimit, në fakt deri në këto momente që flasim, KQZ-ja gjithmonë i referohem përqindjes zyrtare është 43%, po me 24.328 shtetas të cilët kanë votuar dhe kanë dhënë verdiktin e tyre për zgjedhjet në Dibër, por Nisida duhet të themi që në fakt rezultatet që shihni nëpërmjet tabelës nuk janë të plota dhe përfundimtare, për sa kohë duhet të marrë një shembull. Pjesa e qendrës votimit në Kastriot ka 12 qendra votimi dhe të gjitha të dhënat që janë grumbulluar deri më tani, çfarë bën në përqindjen në këtë zonë është 48%, por janë marrë vetëm 10 nga 12 qendrat e votimit. Pra, të gjitha materialet kanë ardhur jo për të gjitha dhe po të shohim në total janë 118 qendra votimi, ndërsa këto rezultate që janë deri më tani, pra 43% e votuesve është 107. Pra kemi edhe 11 qendra votimi për të cilat ende nuk janë marrë rezultate, të paktën deri në orën 16 që ka qenë komunikimi i fundit zyrtar i zëdhënëses Drilona Hoxha këtu në ambientet e KQZ-s. Për këto 11 qendra votimi, rezultati ndoshta mund të sjellë një diferencë edhe më të shtuar të përqindjes, shka nga 43% mund të ketë arritur paktën deri në 45%. Kjo mbetet gjithsesi për të konfirmuar, por do të themi që ka më shumë se 43% të pjesëmarrësve në Bashkinë e Dibrës deri në
orën 16. Komunikimi i radhës, me sa jemi informuar, do të jetë në orën 19, kur pritet të jetë edhe mbyllja pra orari zyrtar i përfundimit të votimit në qendrat e votimit, nëse do të ketë persona dhe qytetarë të cilët do duan të votojnë edhe përtej kësaj ore dhe që janë në radhë, besoj si kundër në çdo zgjedhje që është zhvilluar, mund të lejohen dhe të merren kartat e tyre të identitetit për të vijuar dhe për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar për të zgjedhur atë që do t'i qeverisë në Bashkinë e Dibrës në 3 vitet e ardhshme, pasi një vit patashmë ka kaluar. Kjo për sa i përket orës 19, edhe një detaj tjetër, duhet të them që zëdhënësja më pas do dali edhe me një database më të gjerë të informacioneve, duke përfshirë këtu edhe gjinit, sa kanë votuar meshkuj, sa kanë votuar femra, por edhe me zonat e caktuara, me një përqindje më të zgjeruar, dhe të gjitha këto do të jenë rreth orës 19 e pak minuta, kur edhe të jetë bërë përpunimi i fundit i të dhënave. Rezultatet besoj do të duhet të presim të gjitha qendrat e votimit, 118 qendrat e votimit që do mblidhen në KZAZ-n, pra në Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor. Aty do të bëhet edhe në qendrën e numërimit të votave, në qendrën vend do të bëhet numërimi i votave, do të sillen të gjitha kutit në këtë qendër dhe më pas do të nis numërimi zyrtar. Pra nuk do të kemi numërim edhe në rast se do të kemi të paktën kuti e pa ardhur edhe kutia e fundit e qendrës 118. Atëherë do të filloj edhe numërimi zyrtar për të numëruar votat dhe verdiktin e dibranëve për atë që do të zgjedhin për kryetarin e bashkisë së tyre. Po Nisida? Faleminderit Marcela për informacionin që përcolla. Faleminderit juve. Ishte Marcela Karapanço nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku në minutat në vim do të kemi edhe zyrtarisht një deklarat me të dhënat e më të fundit të databazës nga KQZ-ja. Ne mbyllim këtu këtë edicion të gjatë informativ në News 24, kemi patur edhe opinione në studio, për gjithçka tjetër klikoni në balkanweb.com, website-u në internet ku mund të njeni me zhvillimet më të fundit, shoqëruar me foto, video, mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radio në Rash, po kështu mund të na ndiqni në live streaming. Bashkë do të ndajemi këtu.